I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Qose dhe besoj që juve e keni parë kalendarin liturgjik, kalendarin e kishës, aty na thuhet se e diela e sotme quhet e diela e të lidhurit të djathtit. Çfarë kuptimi ka? Po flasim tashmë për bulmetin. Patjetër që kisha nuk merret me bulmetin, por është një lajm që na jep ne të krishterë ortodoks që nga kjo e diel mbas të hënës ne nuk konsumojmë më as bulmet, por hym në kreshmën e madhe, që është koha, është periudha ku ne konsumojmë për ushqim vetëm gjëra bimore. Pra, të dashur të krishterë, këtë të hënë, mbas saj të diele, ne startojmë kreshmët e mëdha. Është nga periudhat më të bekuara të vitit liturgjikal. Është periudha më e bekuar e vitit, sepse Perëndia në këtë periudhë e hap derën e mëshirës së tij. Derë me tepri nga froni i tij shpirtin e pendimit, mëshirën e tij dhe pret kthimin ton tek ai me pendim, rrëfim dhe me kreshmim. Do thoni juve, pse është e nevojshme të mbajmë kreshëm, të agjërojmë? Mjafton që neve të pendohemi, t'i kërkojmë falje Zotit, t'i rrëfejmë mëkatet, të vim në kishë dhe mjafton. Pse duhet të rrim pa ngrënë mish e bulmet dhe të ham vetëm gjëra bimore? Çfarë ka kjo? Çfarë të jep kjo diçka të veçantë? Po të dashur krishterë, asgjë kisha nuk e vendos më kot, por me kuptim, me qëllim dhe si një mjet. Sot, përsëri, në këtë të diel ne kujtojmë largimin nga parajsa të Adamit dhe të Evës. Kush janë Adami dhe Eva? Janë stërgjyshrit tanë, të parët e njerëzimit. Patjetër që çdo gjë ka një fillim. Edhe njerëzimi ka një fillim. Dhe prindrit tanë të parë, ata që i krijoi Zoti, është çifti i parë Adami dhe Eva. Zoti vendosi ata në një kopësht, në kopshin e Edenit, në kopshin e kënaqësive. Çdo gjë ishte në interes të tyre. Perëndia i kishte lënë të gjithë pemët e kopshit, fruta nga më të egzotikët, mund të themi sot, nga më të shishmit, nga më të bukurit, që ata t'i shijonin dhe të hanin. Por i kishte dhënë një rregull: ha nga gjithë pemët e kopshit, po mos ha nga një pemë e të mirës dhe e të keqes, se po të hash prej saj, me siguri do të vdesësh. Adami, këtë lajm që i tha Zoti ja dha Evës, dhe të dy, kur i bindeshin këtij rregulli, hanin nga pemë të kopshit, por nuk hanin nga pema e ndaluar, ishin të lumtur. Bisedonin me Zotin, fjalosishin me Zotin, gëzoheshin me Zotin. Por dim që djalli që ra nga parajsa, ky ëngjëll rebel, hyri tek gjarpri dhe nëpërmjet gjarpris i foli gruas: po të hani nga fruti i ndaluar, ju do bëheni si Perëndia, ju do bëheni të pavdekshëm, ju do bëheni të gjithë ditur. E u gënjye fatkeqësisht Eva, gruaja e para, si i pëlqeu të ishte bërë perëndi pa Perëndin, të ishte bërë perëndi mbi Adamin. U tundua në egoizmin e saj, e hëngri frutin, por kur nuk pa ndryshim, me dinakrin e saj, ajo mashtrovi burrin. E hëngri dhe burri frutin dhe i mbeti këtu në fyt, prandaj kjo quhet molla e Adamit. Dhe atere u kujtua Adami se shkeli porosin, kë porosi, mos ha. Pra shikoni se kush e nxori Adamin dhe Evën nga parajsa, nuk mbajtën kreshmën, nuk mbajtën ligjin, këtë ha, këtë mos e ha. Dhe Adami dhe Eva
u përzun nga parajsa, se nuk e mbajtën ligjin e Zotit, urdhrin e Zotit, një urdhër i lehtë, një frut nuk do hanin. Dhe thuhet që ata qanë dhe vajtuan tek porta e parajsës 40 ditë e 40 net, pa ngrënë dhe papir, në agjërim të plot, për të hyrë prapë në parajsë. Por Zoti nuk i lejoi, sepse nuk mjaftoi vetëm agjërimi, as pendimi, as lotët, duhej një flim me gjak, që do të vinte më vonë, kur biri i Zotit të bëj bir njeriu dhe si bir njeriu të sakrifikoj në kryq për të shlyer mëkatet e botës. Prandaj quhet Krishti qingji i Perëndisë që shlyer mëkatet e botës. Sot pra ne kujtojmë largimin e Adamit nga parajsa. Pra, të dashur krishterë, ata që e neglizhojnë kreshmën, urdhrin që dha Zoti tek Adami dhe Eva, urdhrin që jep Kisha tek krishterët, bani kreshëm, këto ushqimet i hani, këto mos i hani, ata që i neglizhojnë këto gjëra, ata do të largohen si Adami dhe Eva nga parajsa, ata do të largohen nga Kisha dhe nuk do jenë bashkë me Zotin. Prandaj nuk duhet ta neglizhoni kreshmën. Në qoftë se ju përshpërit djalli në vesh, mos jepni rëndësi, nuk ka rëndësi ushqimi, boll të besoni, boll të luteni, po ju gënjen, ashtu si gënjeu Evën dhe Adamin, sepse duhet të bindemi Zotit, e di Zoti më mirë se ne, e di Kisha më mirë se ne, që ne kemi nevojë për kreshmim. Pse? Atje ku e prishëm, atje duhet ta nisim. U larguam nga ushqimi, duhet hym prapë me ushqimin. Adami dhe Eva nuk mbajti përmbajtje, hëngri frutin e ndaluar. Neve nëpërmjet kreshmës, nëpërmjet vetëpërmbajtjes, nëpërmjet bindjes, hym prapë në parajsë. Prandaj kreshma është mjet që është i domosdoshëm që të kthehesh tek Zoti. Ndryshe nuk mundesh, po se përdore këtë mjet. Prandaj kreshma quhet nëna e gjithë virtuteve. Dhe ata që nuk kreshmojnë sipas rregullit të Kishës, ata kur nuk kanë virtut, se ata nuk kanë bindje. Dhe kur nuk do përparojnë në rrugën drejt Zotit, po gjithmonë do mbeten në vend, po jo në vend, por do bien poshtë. Diçka tjetër që themi sot, nga e merr Kisha 40 ditëshin e kreshmës, sepse vetë kreshma do të thotë 40 ditë. E merr nga atë çfarë bëri Krishti. Krishti, mbasi u pagëzua në lumjin Jordan, Shpirti i Shenjtë e çoi në shkretir. Atje në shkretir qëndroi 40 ditë e 40 net pa ngrënë dhe papir, agjërimi plot. Dhe mbas 40 ditësh, kur e mori Uria, se ishte edhe biri i Zotit, po dhe që bir njeriu, e vjen djalli. Ai që të ndoi Adamin e parë, kërkoi të ndoi Krishtin, Adamin e dytë. Edhe i thot: në qoftë se e biri i Zotit, thuaj gurve të bëjnë bukë se ti je i uritur. Por çfarë i tha Krishti? Djallit, tundusit, mashtrusit, largohu Satana prej meje, sepse njeriu nuk jeton vetëm nga buka, po nga çdo fjalë që thot Perëndia. Krishti na mësoi neve, njerëz, nuk jeni bakti, nuk jeni kafsh, nuk jeni vetëm mish, që vetëm të hani dhe të pini dhe të shtoheni. Jo, jeni ikonë e Perëndisë, jeni fëmijë të Perëndisë, keni shpirt, dhe shpirti nuk ushqehet me gjërat e botës. Shpirti ushqehet me fjalën e Zotit, me urdhrin e Zotit, me bindjen në porositë e Zotit. Dhe shpirti jep jetë trupit. Trupi pa shpirti nuk ka vlerë. Është i kufom. Prandaj fatkeqësisht sot janë njerëz që lëvizin, e kanë fytyrën e njeriu, po janë si kafshët. Vetëm mendja shkon të hanë, të pinë, të shtohen, të grumbullojnë. Kjo ju duket jeta. Se kanë shpirt, se ka një parajsë, se ka një jetë përjetshme, s'mendojnë fare. Po këta kanë vetëm fytyrën njeriu. Prandaj duhet të tregojmë se nuk jemi kafsh, jemi njerëz, dhe duhet të bëjmë çfarë bëri Krishti. A i quani veten të krishterë? A jeni të krishterë? Imitoni Krishtin. Çfarë bëri Krishti? Agjëroi. Nuk po na thot neve të agjërojmë si ai, pa bukë, pa ujë, por të kreshmojmë të paktën, të heqim dorë nga disa ushqime me bazë shtazore dhe të ham ushqime bazë bimore. Do thoni juve, do sëmuremi, do vdesim,
Jo, kush e tha këtë? Është gënjeshtër. Çfarë thot mjekësia sot? Mjekësia thot, mos hani shumë ushqime me bazë shtazore, me yndyrna, sepse sëmureni. Kush janë sëmundjet e shekullit sot? Sëmundjet që vijnë nga ushqimi i tepërt, kalorira të tepërta, mish, ose dhjamra, ose në produkte, që sot i kemi me tepri. Po çfarë po na bëjnë? Po na i shtojnë jetën. Jo, po na i vështirësojnë, po na i paksojnë jetën. Por kush janë ushqime dobiprurse? Çfarë thot mjeku? Ha perime, ha gjëra të lehta që ta lehtësosh trupin. Këto janë receta që i ka thënë kisha prej shekujsh, po ja dhe mjekësia sot po na jep të drejtë. Për të hequr atë gënjeshtrën që thot djalli, mos ma kreshëm se smuresh, gënjen, sepse djalli e di që po mos ju binde urdhit të Zotit dhe urdhit të kishës dhe urdhit të kreshmës, nuk bën përpara, po shkon brapa si Adami, ikën nga kisha, ikën nga Zoti. Dhe vdes shpirti, të vdes edhe trupi. Prandaj ligji i kreshmës është rregull i domosdoshëm, është shëndet për shpirtin, është pranverë për shpirtin, sepse e liron shpirtin nga robëria e trupit, nga dëshirat e tij, nga pasionet e tij, nga përtatësia e tij. Por edhe trupin e lehtëson, edhe trupi i jep shëndet. Prandaj ata që mbajnë kreshëm, jo vetëm shpirtin e ndihmojnë, por dhe trupin e shërojnë. Këtë na thot Zoti, këtë na thot kisha, këtë na thon shenjtorët, këtë na thon gjyshi dhe stërgjyshit tan, këtë na thot përvoja jonë. Prandaj të dashur krishterë, mbani kreshmën, por jo si e mbajnë disa, se dhe ky është një problem. Disa e mbajnë kreshmën sipas mendjes tyre. Një javë përpara, një javë mbrapa. Kush i ka nxjerrë këto? Kush i ka dhënë këto rregulla? Ne jemi mjek të vetes tonë, apo shkojmë të konsultohemi dhe të diagnostikohemi dhe të kurohemi nga receta e mjekut? Ka raste që ne bëjmë të njëjtin gabim edhe me shëndetin. Pimi ilaçet siç duam vetë, jo siç i thot mjeku, dhe nuk shërohemi asnjëherë. Prandaj dhe kreshma është ilaç, që do të thotë do ta bësh siç thot kisha. Në kohën që thot kisha, sa e thot kisha? 40 ditë. Jo një javë përpara e një javë mbrapa. Mos të bëjmë sforco të rim pa ngrënë dhe pa pirë, por gradualisht, çdo ditë, atë çfarë thot kisha. Dhe kështu hap pas hapi, duke bindur veten, duke disiplinuar veten, do ecim, do përparojmë në kreshmën. Dhe në fund të 40 ditësh do themi, sa mirë që bëm që mbajtëm kreshën. Sepse kjo na ndihmoi edhe shpirtin, edhe trupin. Por, do thoni juve, po unë jam i smur, po unë jam plak, po unë jam fëmijë, po unë kam një punë të rëndë. Dakord. Kisha nuk na jep gjëra që si mbajmë dot. Kisha na jep gjëra që mund t'i mbajmë. Kisha bën një kriter, rregull. Por ama ka dhe ato nën rregullat, po nuk i zgjidhin vetë. Shkojmë tek ati rrëfyes dhe ju këtu në fshat keni një atë rrëfyes. Duhet konsultoheni me atë, të merrni bekimin e Zotit nëpërmjet atij, si ta nisni kreshmën. Dhe kur keni probleme tilla specifike me shëndetin, me moshën, me punën, do i thoni, kam këto pengesa, si ta mbaj kreshmën, ai do të thotë recetën, ai do të thotë mënyrën, dhe atë që thotë ai e pranon Zoti. Jo me mendjen tuaj. Dhe në qoftë se nuk keni mundësi të konsultoheni përballë në telefon, merrni, konsultoheni dhe thoni, mi jep uratën, mi jep bekimin, filloj kreshmën, dhe si ta mbaj për specifikat që kam. Kreshmën nuk e mbajmë për Zotin. Kreshmën e mbajmë për vete. Ilaçin nuk i pim për mjekun, i pim për shëndetin tonë. Kështu është pra dhe kreshma. Është ilaç dhe mos e neglizhoni. Dhe le të lexojmë për ta përfunduar çfarë tha Krishti për si ta fillojmë kreshmën. Se me njerë mendja na shkojmë shpejt të vëmë fasulet në zjarr, e të fillojmë me fasule pa vaj, e kështu, me laka pa vaj dhe fillojmë kreshma. Jo, nuk është kjo. Çfarë është e para? Ja, e tha Krishti. Sepse nëse ju falni njerëzve gabimet tuaja, edhe ati juaj qellor do t'ju afal. Po nëse nuk ja falni gabimet tuaj njerëzve, as ati juaj qellor nuk do ja fal. Pra, si nis kreshma? Me falje. Sot quhet dhe djela e faljes.
e diela e ndjesës. Në mbrëmje duhet vini këtu në kish dhe të bëni mbrëmsorin e faljes. Bën në çdo kishë ortodokse, që do të thotë, duke filluar nga prifti i pari, kërkon falje popullit. Ai thotë, më falni, edhe ne i themi, Zoti të falt, edhe ne të falim. Pastaj i kërkojmë në falje priftit, i kërkojmë falje njëri tjetrit, fëmijët prindër fëmijëve, njëri tjetrit. Kjo është shërbesa e ndjesave. Kështu fillon Kreshma. Pse fillon Kreshma kështu? Po ç'kuptim ka o të dashur, o vëllezër më Krishtin dhe motra më Krishtin, që mos të ham mish, po të ham njëri tjetrin, që do të thotë, si thos Shënjë Gojarti, ti nuk ha mish, po ha vllajën tënd me grindje, me inat, me zëmërim, brenda dhe familjes, burri me gruan, fëmijët me prindit, me njëri tjetrin. Çfarë kuptime ka që të mbajmë kreshëm nga ushqimi, po nuk mbajmë kreshëm nga zëmërimi? Mbajmë inate. Kur e ke shpirtin e rënduar, e rrësuar mendjen tënde, atëherë çfarë kuptimi? Çfarë po bëjmë? Po flasim për barkun tashti. Nuk kemi perëndi stomakun. Pra, Kreshma fillon me faljen. Falni armiqtë tuaj që t'ju fal Zoti. Pranoni ata që ju kërkojnë falje dhe falini. Kështu fillohet Kreshma, të letësuar nga zëmërimi, nga inati, nga akmarrja. Do thoni ju, më ka bërë këtë, më ka bërë këtë, më ka bërë atë. Po sa gjëra ne i bëjmë Zotit për ditë? Sa gjëra i bëjmë njerëzve ne për ditë? Po sikur Zoti ishte aq akmarrës, a jemi ne me njëri tjetrin, nuk do mbete njëri në këmbë. Unë i pari. Prandaj, kur ne i kërkojmë Zotit na fali, sa më tepër ne duhet falim tjerët. Zoti na fal miliona, miliarda mëkate, ne falim qindra, dhjetra mëkate tjerëve. Prandaj duhet mësojmë të falim. Edhe tjetër, e tha Krishti dhe thot, dhe kur ta agjërosh, thot, mos i hipokrit, thot. Dhe ata e prishin fytyrën për të dukur se agjërojnë. Kurse ti, thot, kur ta agjërosh, bëj këtë në fshehtësi, thot. Me të vërtet po them se ata thot që e bëjnë agjërimin në dukje marrin shpërblimin e tyre. Po kur ta agjërosh, lye kokën tënde, laje fytyrën tënde, që të mos dukesh përpara njerëzve që agjëron, përpara atit që është në fshehtësi. Dhe ati që është në fshehtësi do shpaguaj haptazi. Çfarë do të thotë Krishti? Farisejnë në kohën e Krishtit, ku bënin agjërime, bënin sigurisht të vdekur, të lodhur dhe të shpupurisur flokët, që njerëzit thonin, ja, ky po agjeron, bravo, ky është besimtar. Tha Krishti, në qoftë se ti e bën agjerimin për të dukur syt njerëzve, për të rënë trumpetave, që njerëzit thonë ky agjeron, ky është besimtar, e morësh problemin. E morë nga njerëzit. Çfarë kërkon nga Perëndia? Kurse agjerimi i vërtet nuk bëhet për të dukur. Për çfarë dukemi ne? Se jemi mëkatar. Ne agjerojmë se jemi mëkatar. Ne agjerojmë për pendim. Kush mburret se ka bërë një mëkat? Dhe dalim mes fshatit thotë, "Ore njerëz, unë jam mëkatar, më lavdëroni." Kush e bën këtë? Ai që është mëkatar e fshe veten e vet, e ul kokën e vet. Prandaj agjerimi është për pendes, nuk është për dukje, nuk është për mburje. Dhe në qoftë se i bëjmë gjërat fshetas, me pendim Zoti një ditë do na shpërblej haptasi. Thotë të fala mëkatet dhe të lavdëron si të drejtë. Dhe e fundit është kjo që thot Krishti. Mos grumbulloni për vete thesare mbi tokë, ku ja krimbi dhe mola, dhe i prish ndryshku, dhe ku i vjedhin hajdutët. Por grumbulloni për vete thesare në qiell, ku s'ka as mol, as ndryshk, dhe nuk i prishin dhe ku hajdutët nuk çajnë e nuk vjedhin, sepse kush thesari juaj është edhe zemra jote. Të dashur të krishterë, Kreshma nuk është vetëm të mos hash disa ushqime bashkëtazore. Kreshma është të jesh zemër but, përdëllimtar, të ndihmosh tjerët në nevojë. Ne i kërkojmë Zotit, Zot na ndihmo këtë, na jep shëndet, na jep punë, na zgjidh problemet. Mirë thot, ti kërkon nga mua, po pse s'jep diçka tek tjetri? Prandaj Kreshma është koha që të hapemi në dashurinë në nevojat e tjerëve. Dhe ajo çfarë ju japim tjerëve, nuk të mbet as buka, as rroba, as koha, as leku, sepse ti jep Krishtit. Dhe Krishti ti depoziton atje në parajs, në bankën qellore. Kurse parat që i mbajmë në xhep, që i grumbullojmë, i fusim në nëpër banga e në përqypa ku i fusin njerëzit, kujtojnë se do t'i marrim me vete, këtu do t'i lënë. Prandaj, vetëm virtutet mbeten, të mirat mbeten, parat i han ndryshku, i vjell hajduti. Kështu që Krishti na mëson, bëni të mira. Këto do mbeten për jetë.
dhe sidomos në kohën e kreshmes duhet të bëjmë përdëllim, sepse kush do përdëllet, do gjej përdëllim. Amin.